që kjo dizajnere i ka thy krejt kufit mes artit edhe modës. For a long time now I have been merging. Iris van Herpen është një dizajnere holandeze që ka sfidu komplet konceptet e modës, duke integru shkencën edhe teknologjinë në dizajnet e saj. E për shkak të eksperimenteve me materialet pazakonshme edhe përdorimit të teknologjisë si shtypja 3D, shpesh dizajnet e saj cilësohen si vepër arti e jo si veshje. Një veçanti e krimtarisë së saj është frymëzimi nga elementet më të çuditshme, si mumifikimi egjiptian, tymi industrial edhe gjendjet neurologjike. E një nga koleksionet e mia të preferuara është kristalizimi i vitit 2010, e frymëzuar nga format e kristaleve, duke përdor akrilik edhe teknologji 3D për me kriju veshje që duken si kristalet e ngrira. E konceptet inovative të saj padyshim që ka ndiku kulturën e artit edhe modës, duke e transformu modën në një variant multidimensional. E jo, tregomni në komente, a keni ni najher për Iris van Herpen? E nëse po, cila prej vepra të saj kalon mas shumti për shtypja. Për ma shumë video si kjo, subscribe në Radio Urban FM 103.5 në YouTube.